Ndryshimet klimatike po sjellin pasoja të ndjeshme në rajonin e Lezhës, ku peizazhi natyror është ndër më të rrezikuarit. Ky shqetësim është ngritur nga specialisti i pyjeve Zefi Meraj, i cili thekson se dëmet janë në rritje nga viti në vit, veçanërisht në sektorin e ekonomive pyjore. Ndryshimet e temperaturave, thatësirat e zgjatura dhe stuhit intensive po ndikojnë ndjeshëm në ekosistemet pyjore, duke rritur rrezikun e degradimit të mjedisit dhe humbjen e biodiversitetit. E gjithë ky kapërcim klimaterik, efektet më të mëdha janë të determinuar në rajonin e Mesdheut dhe si pjesë e tij edhe ne. Nga kjo ka bërë të mundur që të ndryshojnë raportet midis natyrës dhe ngjarjeve të mëdha natyrore për ta shkatruar këtë. Një ndër ekonomit o një ndër faktorët më të në ndryshninë e madhe ndryshimit klimaterike është peizazhi dhe pyjet. Specialisti i pyjeve Zefi Meraj bën thirrje për një angazhim të menjëhershëm dhe të koordinuar të gjitha strukturave përgjegjëse për të minimizuar pasojat afatgjate. Unë do rekomandoja si specialist i moqëm në këtë fushë se e gjitha administrata shtetërore e pyjeve, e pronarëve të pyjeve tashmë bashkit, do të ulen dhe të mendojnë që të krijojnë një tampon barikade për përshtatshmërinë, ndaljen e dëmeve të mëdha që shkaktojnë ngrohja globale dhe ndryshimet klimatike, me ndërhyrje të cilat konsiston në përcaktimin e llojeve të tjera më rezistente karshi këtyre ndryshimeve klimatike, në ngritjen e strukturave që të jenë më operative të sakta dhe planifikimi i fondeve. Rajoni i Lezhës, i njohur për pasuritë natyrore dhe biodiversitetin e pasur, përballet me një sfidë serioze që kërkon vëmendje të shtuar dhe veprim të shpejtë për të parandaluar dëme të parikuperueshme në të ardhmen.